Nëse nuk prodhojnë mandate, i shkojnë partisë më të votuar. Unë këtë e njoh me kompetencë. Po. Asnjë parti nuk prodhon me eficiencë 100% votat që i duhen. Po. Që do thotë, çdo parti ka disa mbetje votash, Po, e vërtet. të cilat i shkojnë partisë tjetër. Po. Mund qëlloj edhe që vota për PD-n ose për PS-n të shkoj për nismëthurje nëse mandatin e fundit e merr nismëthurje. Pra mënyra se si funksionon donti është e tillë që në qoftë se ti duhen 10.000 vota për një mandate, ti ke marrë 9.700. Po. Ato vota nuk prodhojnë mandat. Atëherë na shpjego pak, regjia ju lutem, nëse mundeni nga tabelat e djeshme kemi një tabelë të zgjedhjeve në Fier të 2021-shit, ku kanë marrë vota 3 parti, po kanë marrë mandate vetëm 2 prej tyre. Nëse kjo është rezultati, Endri, kjo është rezultati i Fierit, jo, më falni atë, ndjes, Elbasanit, i njëjtë po për Elbasanin, se këtu e ka marrë LSI-ja, po në Elbasan, në Elbasan, se marrin për Elbasani, oke, Endri, na shpjego pak, shiko se që ndodh. Tani, këto 4.42% votave të LSI-s që nuk prodhojnë mandat, kujt i kanë shkuar për shkakun në Elbasan? Tani unë këtë e jap leksion, po do përpiqem ta thjeshtoj. Formula don't funksionon kështu. Ja, dhe unë po të pyes, realisht po të pyes për informim. Na përgjigjesh mjetit ta marrin vesh ata. Pjestohet me radhë. Pra le themi, fillim pjestohet me 1. Pra, edhe shikohet kush ka më shumë vota. Partia që ka më shumë vota merr mandatin e parë, këtu pjestohet me 2. Dhe nëse gjysma e këtyre është prapë më e madhe se sa tjerë, merr mandatin e dytë. Pastaj pjestohet me 3 dhe kështu vazhdon me radhë. Tani, në fund fare, një parti që ka marrë 7 mandate, është pjestuar 7 herë. Ajo e mbetura, herë si i mbetur, në qoftë se është poshtë numrit të votave që ka marrë në këtë rast koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, mandati nuk i shkon më, mandati 7 nuk i shkon më kësaj partisë më të madhe, po i shkon koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Mirë, be di pse do ta them këtë sepse unë shikoj prap jemi ke sondazhet dhe sondazhet unë jam i pari skeptik ndaj sondazheve. Kështu që po sondazhet janë sondazhe. Pash një gjë shumë interesante ke sondazhi ju. 4.6 je shumë afër të njëjtës shifrë që ka pas bile pak më lart se çka pas LSI-ja në 2021 ku nuk prodhoi mandat. Prandaj të pyes më tepër. Pra, se po flasim për një shifër që është shumë e ngjashme me atë të LSI-s në 2021 që nuk i prodhoi mandat. Padyshim. Tani, çfarë ishte ajo pasaj veçantia në ato sondazhet? Jo, unë pash një gjë shumë interesante. Ju kishit pyetur njerëzit. Po. Që kush provon fushat më të mirë. Po, ja, kemi edhe këtë. Dhe atë që bëret shohem prapë dhe nuk kam maqëri Endri. Dhe faktikisht del një gjë shumë e vërtet. Nisma Shqipëria bëhet dele dyta, pra e mund dhe Partinë Demokratike. Që do të thot, megjithëse ne nuk dalim të paktën nga sondazhi, nuk dalim partia e dytë, do thot që edhe ata që votojnë për PD-n, edhe ata që votojnë ndoshta për PS-n, kanë një perspektivë pozitive. Mendojnë që ne u bëjmë një fushat më të mirë. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ata na shohin në terren. Dhe ata janë të pakënaqur edhe në partinë e vet. Do unë besoj që këtu fillon që nga kandidaturat. Por çka kandidaturash po i çojnë partisë, njerëz të cilët vinë, disa janë, ne i njohim gjithë se për zullume, disa janë anonim, disa janë nën hetim nga SPAK-u, të dyja partitë kanë personazhe që janë nën hetim nga SPAK-u, që i kanë fut në lista. E dyta, ndërkohë që për shembull se është kriju ky miti, për shembull që Berisha është energjike, ku e gjen energjinë etj etj, ai del marrin fjalim një orë dhe zhduket. Unë jam për ditë duke shpërndar ftesa në terren. E kam parë kur del Rama, kur del Berisha, ka incidente, del dikush i thotë mos na ecë më këtu, na ke gënjur, na ke vjedhur, na ke bërë. Që është normale deri diku, ë? Jo, dakor, po nuk kanë 35 vjet secili. Pikërisht, pra kanë kaq shumë, kanë zhgënjur, kaq shumë njerëzit sa nuk përballen dot me votuesin. Unë dalë për ditë rrugë. Nëse kanë zhgënjur njerëzit, por Partia Socialiste e ka të garantuar fitoren e radhës. Zhgënjimi është relativ këtë rast. Sondazhet kemi parë, sondazhi më mirë është në 11 maj. Po, e vërtet. Sondazhi më mirë është 11 maj. Tani, pse? Sepse njerëzit mund të ndryshojnë mendim, sepse ju besoni që nuk i fiton Partia Socialiste këtë zgjedhje? Unë besoj që asnjë parti nuk merr mbi 70 mandate. Mbi 70. Bindja që kam unë, do vërtetojmë mbërë një javë. Kam parashikuar 71 për një socialist. Kemi kohë për ta verifikuar. Mirë, se sondazhet parashikojnë 80, problemi është ka drejtë Endri që ne duhet presim, plus kemi edhe 245.000 vota emigrantë. Unë kam jetuar në Britani gjatë Brexitit. Dhe Britania është një vend shumë i zhvilluar nga pamja e sondazheve. Asnjë sondazh nuk e parashikoi Brexitin. Njëkohësisht, disa muaj më vonë u bën zgjedhje në Amerikë. Asnjë sondazh nuk e parashikoi fitoren e Trumpit. Prandaj them që
sondazhet, ndërkohë që edhe kur bëhen shumë mirë. Në Shqipëri sondazhet janë konfirmuar përgjithsisht në këto zgjedhje të fundit. Edhe në Britani ishin konfirmuar prej 200 Jo, nga rezultatet de facto. Endre, vetëm një gjë duhet të thonë. Unë jam dakord, unë jam për shkak edhe unë për 2016 unë shkoj shpesh në Britani, kuptohet, është më se quaj teorikisht si ose shpirtërisht si shtëpinë time e dytë dhe 2016 si çdo vit tjetër e vizitoja shpesh dhe kam qenë ndoshta i vetmi që e ka shkruar edhe publikisht në Shqipëri që fiton Brexit, pasi kuptoi atmosfera. Po se kapnin sondazhet. Sondazhet jo, po atmosfera ishte, unë e kam shkruar pavarësisht sondazheve dhe ashtu doli. Por kësaj radhe, kur ti flet për diferenca, flas për dy partitë e mëdha me dy shifrore, sado gabim të jenë sondazhet. Ka një problem këtu, ka një problem. Sado gabim të jenë sondazhet, ka një problem. Ka një dopsi PS-ja, edhe PD-ja. Po këtë rast PS-ja me që qartazi duhet jetë partia më e madhe ndër gjithë partitë. Mund të ketë 7 mandate, po se hynë punë. Se po s'patë 71 nuk qeveris do. Kështu që praktikisht këtu vulnerabiliteti tyre është në qoftë se bien nga 48% që ka qenë në 2021, bien në 45%, s'është më në qeveri. Ju jeni para të garuar që bëni koalicion me Partinë Socialiste në asnjë rast. Me Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Mentën, ne nuk bëjmë koalicion. Pra, me këto emra. Misioni për cilën kemi hyrë në politikë. Një sekond, i drejtojeni si emra apo si formacione politike? Si emra. Si kartë bëjgjohës. Do dali flamuri. Asnjërin nga këta. Del flamuri, më fal, del